Sot po na pret në vizit Trinka Jusufi. Trinka është një contract manager e cila bën kontrata për urbanizimin e transportit publik këto në Helsinki. Trinka, sa ka njohuri finlandezët për Kosovën? Gjeneratat më të vjetra mund të them që njohin më shumë përmes luftës Jugosllavisë, lufta e Kosovës. Kanë më shumë dituri për atë kohë. Trinjt më shumë e din përmes turizmit të Shqipërisë dhe të Kosovës, edhe këngëtarët e famshëm botror. Por historinë këta trinjt më shumë nuk e din. Duhet m'ja u spjegu koxas më në thellësi. Mirë po, si është për një kosovar që të bëjë një karrierë këtu në Finland? Si është? Mund të them që është goxha vështirë nëse nuk ki rrjet social këtu. Do me thonë, do të me pas pak kontakte, ku më orientu, me pyet dikon, ku më i me apliku, lypet, do me thonë CV-ja, aplikimi, lypet sikur finlandezëve tjerë. Do me thonë, duhesh me pas aplikimin nivel të njëjtë. Por gjithçka është e mundur nëse jep përkushtim, punon, mundesh me arrit gjithçka. Si ka qenë rrugtimi juaj i studimeve edhe i të gjitha përpjekjeve që ke bë për të arritur deri këtu? Po, do me thonë, mas shkollës fillore, ka qenë rëndësishme të aplikoj një gjimnaz ku përkushtohet për sukses. Do me thonë, jo vetëm në gjimnazin që i ki afër teje, po dhe në gjimnaz pak me nivel me notën mesatare më të lartë. Këtu i falenderoj edhe mësuesit të biologjisë shkollës fillore, më ka shtyr për me apliku një gjimnaz më të vështirë. I kom pas notat, po ne nuk kemi ditë që ka ndaj rëndësi aty. Gjimnazi i njëjtë, çka ka dallim, kam mendu. Por në gjimnazi që është më kompetitiv, që mundet me thonë, aty tani ja fillojnë nxënësat edhe mësuesat të orientojnë për universitet më herët. Edhe mas tek mbitin e parë kum vendos me apliku për juridik, masi që e kryi gjimnazin, dhe në vitin e tretë ja kum nis mu pregadit për provimin pranues në fakultetin juridik në Universitetin e Helsinkit. Ajo ka qenë sfida më e vështirë. Kom lexu 3 muaj plota, kam qenë në kurs, ajo ka qenë me pagesë, por ka ndihmu, sepse teknika e përgjigjes në provën pranues është më ndryshe se në shkolla tjera. Edhe juridik u pranova, çdo vit pranohen rreth 200 persona në Helsinki dhe aplikojnë 2000 deri në 3000 persona. Do me thonë, ma pak se 10% pranohen. Është konkurrencë e fortë, por kur i merr pikat, e jep mundin, përkushtimin, e arrin. Cili është profesioni yt momental? Çka bën ti? Po, punoj si contract manager në autoritetin e transportit urban, bëj prokurimet, kontratat në tenderet publike për linjat e autobusave, tramvajet, trenet, edhe bicikletat publike që përdoren në qytet, depot e tramvajave, janë projekte shumë mëdha, mbi 300 milion euro kushtojnë dhe autoriteti ku punoj une i pagun komunave këto projekte. Si një huaj gjatë gjithë këtij rrugtimi, a mendon që keni pas paragjykime nga finlandezët ose qoftë edhe shqiptar, po? Nuk kam pas paragjykime, nuk mund me thonë, sepse çdo vend ku kum punu, jum kanë shkollë, e kum meritu atë vend, do me thonë njëjtë si finlandezët. Njëjti provim pranues, njëjti aplikim punë, gjithat. Gjithë njëjtë jam vlerësu sikur tjerët. Përveç se emrin kanë herë ma ngatrojnë, mendojnë që emrin e kam Jusufi, e jo Trinka, do me thonë pështillën, për ndryshe s'ka kur gjë. Dhe mbështetje ke gjetur tek finlandezët?
Po, gjithë më kanë ndihmu, edhe mësusat, profesorat, shoqënia, gjithmonë kemi ndihmu shoqen, për shembull në fakultet, kur kemi apliku për praktika, dikush ka punu në një vend tjetër, ka m'ja sugjeru dikuj tjetër, me thonë që një këtë person, është i rrept, punon mirë, edhe kështu. Rrjeti social është shumë i rëndësishëm në Finland, integrimi. Qa më dëshmu nga thonë për integrimin? Ose na kemi një numër të madh të trive shqiptarë që jetojnë në Finland. Si do i këshilloje? Qa këshille kishe pas për ta? Mas pari, kisha thonë edhe prindve të mi ju sugjeroj gjithë, lexoni lajme finlandisht. Do me thonë, lajmet shtetërore, private, në gazetat, në internet, është mirë me lexuar në gjuhën finlandeze që me kuptu pak kulturën e Finlandës edhe shoqërinë. Edhe mundesh mu lidh në biseda me kolegë, në shkollë, në punë, për gjana që ndodhin këto, edhe e një edhe mënyrën si ndodhin senet këto, që me qysh mu sill me finlandez, pak a shumë.